ende. Lajmi i tretë lidhet me partnerlikun dhe shtimin e jetës. E dini ju që të pasurit një partner të mirë, që të mbështet dhe të suporton, ty të shton jetën. Po sa është çështje energjie. Dgjoj, po kur e ke të keq, ti ikem 10 vjet. Ti ikin 10 vjet ose ti ikin dhe më shumë. Që ka kështu, si kënë gjithë jetë ashtu. Pra, zjo është në mëngjes si Erioni bën kafe në gruas. Tak, ja ke shtuar 2 vite. Doli afshi, prap. Ja ke shtuar 2 vite jetë. Tak, bën ndonjë gjë tjetër ti Erion, përveç çfarë bën ti pas kafes? Unë s'pi kafe fare bëj direkt atë tjetrën, domethënë A vashtë na habite fare. çaj më i thash. Direkt me çaj. Okej, në rastin tënd nuk e di sa vite do jetoj. Okej, Po besoni ti Adela, çfarë do donte Adela që të bënte partneri Adelës si që të mështoj jeta? Po, në mëngjes. Një masazh. Të cilte mëngjesin. Këto po se po me. Aty diskutohesh. Aty. Këto. Si tha i tha uj dhe drita i kemi ne tha, po që kemi të tjera tha, këto i kemi siguruar ne tha. Atë patjetër tash duke u përvoluar aty me tigane dhe me tenxhere. O bo. Po mua nami më ka dalë këtu që unë rri me kompërpjetë dhe burri bën punë të shtëpisë. Nga jo memja, kështu që Mos i bojnë, po. pse mos i Pra, bëjnë? mëngjesi patjetër, ë? Mëngjesi Edhe në patjetër. shtrat. Po dhe në shtrat kur përtoj me uçu. Mirë do ishte. Mirë do ishte. Pastaj po pasoj me gjëra tjera të lezetshme, okay. Me masazh në injekcion.